Tja rikujtoj këtë informacion. Na kishte ardhur një dëshmi e çuditshme e një djali që donte të rrëfej para një media kosovare. Djali jetonte në barë të Serbisë, e kishte emrin Ivan Pajić, edhe kërkonte gjithsesi që të komunikonte me gazetar kredibil në Kosovë. Dikush ja kishte sugjeruar disi emrin tonë, ka përshtypjen nga kolegët ndërkombëtar cilët punonin me ne në periudha të ndryshme, sidomos në kohën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Edhe bashkë me Fidanin ja kishim pyetur asë kohë Serbisë. Për mua ishte hera e dytë që hyja në Serbi, për Fidanin ka qenë hera e parë, mbaj mend. Shkuam atje, takuam Ivan Pajićin nga Bori edhe zbuluam gjëra shumë interesante asë kohë. Zbuluam një kamion që Ivani, bashkë me babain e tij, rrëfente se e kam parë teksa kishte hedhur trupa në shkritorin e Borit. Trupa që ata dyshonin se po vinin nga Kosova, i kishin parë gjatë kohës së luftës në Kosovë. Ivani që thoshte që tash që babai është i smur, nuk duat që të shkoj në atë botë pa e bërë këtë rrëfim publik dhe ishte në gjendje të na tregonte edhe plotësi të kujt ishte ai kamioni, se si e kishte parë ky bashkë me babain e tij që e kishin në një furrë ose nuk e di çfarë dyqani tjetër përballë shkritorës së Borit. Ne patëm marrë rrëfimin, patëm marrë fotot, dëshmit, patëm provuar me pronarin e kamionit të diskutojmë, por natyrisht ishim pritur në mënyrën më të keqe të mundshme nga pronarin, nga i cili pastaj babai Ivani bashkë me babain e tij kishin blerë atë kamion për ta mbajtur si dëshmi. Por nuk është që pati patur në reagim aso kohë kur e patëm publiku artikull të Fidan. 2013? 2013, po.